Në fshatin Selc të komunës së Tetovës, sot qëndroi për vizitë kryetaria e komunës Teuta Arifi në shoqërimin e kryetarit të Këshillit të komunës Hisen Xhemaili, ku inspektuan punimet e një rruge të këtij fshati e cila ishte dëmtuar gjatë vërshimeve. Qëllimi i vizitës sonë sot në fshatin Selc ka të bëjë me një sër aktivitetësh që ka ndërmarrë komuna e Tetovës në restaurimin, sanimin e rrugëve, hapësirave publike të cilat pësuan dëmtime gjatë vërshimeve që ndodhen para 3 muajve. Ndodhemi sot në fshatin Selc për të inspektuar punimet në asfaltimin e kësaj rruge të këtij fshati, e cila kishte pësuar dëmtime vërtet serioze gjatë vërshimeve dhe ishte pothuajse e pakalueshme për qytetarët e këtij vendbanimi. Jemi vërtet të kënaqur që punimet në asfaltimin e kësaj rruge janë përfunduar me sukses dhe kjo rrugë sërish është e kalueshme për qytetarët, deklaroi Teuta Arifi, kryetare e komunës së Tetovës. Jam jashtëzakonisht të kënaqur që sot e përfundojmë asfaltimin e kësaj rruge që është parafërsisht 150 metra dhe që ishte mjaft e dëmtuar gjatë periudhës së vërshimeve. Tentativa jonë është që deri përpara fillimit të dimrit dhe uljes së temperaturave, sa më shumë që mundemi nëpërmjet normalisht mundësive dhe buxhetit tonë të sanojmë në ato vende ku kemi pas probleme ta bëjmë dhe jam jashtëzakonisht të kënaqur me këtë punën e përfunduar këtu dhe me aktivitetet tjera që i kemi në këtë fshat, po edhe në vendet e tjera, në qytet dhe në vendbanimet e tjera të komunës së Tetovës, gjithnjë me qëllim që qytetarët të kenë një infrastrukturë sa më të mirë dhe sa më të lehtë për të zhvilluar jetën dhe aktivitetet e tyre. Në kuadër të këtyre aktiviteteve, ne si komunë varësisht mundësive tona kemi kontribuar në sanimin e rrugëve të dëmtuara dhe restaurimin e hapësirave publike dhe në vendbanime tjera të komunës së Tetovës si në fshatin Gajre, Shqipkovic, Reqic, por edhe në qytetin e Tetovës, theksoi Arifi.